në politik, po kudo nuk firmosi pa autorizuar dhe marrëveshja duhet ratifikohet. Në luftë nuk ka parlament, përderisa përmend zoti Peleshi, po ka kryesi, pra Fronti Nacional Shqiptar ishte i organizuar. Jemi në Kongë është krijuar dhe shtabi i përgjithshëm. Ndikuan serbët këtu, pra Dušan Mugosha, që kjo marrëveshje të bëjë kjo që del është zhvillimi pas mukjes, sepse kontaktet ndërmjet Dishnicës me shok dhe Enver Hoxhës me shok ishin shumë të vonuara. Pra nisej letra sot, vinte mbas 2 javësh, atje ku ishte luftë, sigurisht nuk ishte celular po dhe WhatsApp. Kështu që dhe në thelb po të shikosh, mjafton të lexosh vetëm letrat që këmben Enver Hoxha me Ömer Dishnicën dhe mukja është tepër e qartë. Por mukja transformohet për arsye të tjera. Jo, përpara letra ndikoi Dušan Mugosha te Enver Hoxha që grisë marrëveshjen dhe bëhen ul? Po marrëveshja kjo është më pas. Tani, dokument të tillë përveç kujtimeve nuk ka. Megjithatë, është plotësisht e mendueshme që Mugosha ta ketë kërkuar këtë gjë sepse nuk I interesonte Kosova. Por nga ana tjetër, sapo më lexova edhe vendimet e mukjes. Në mukje po të shikojmë, pra thuhet luftë të gjithë së bashku kundër pushtuesit, por çështja është si t'ja bëjmë se dokumentet gjermane thonë që balli kombëtar kishte dhënë garanci që nuk do luftonte kundër gjermanëve. Atëherë është një pikpyetje e madhe kjo. Që kjo do të thotë? Do të thotë që përderisa premtoi që nuk do luftonte, çfarë do kishte ndodhur nëse mukja do kishte vazhduar? A do kishin luftuar? Me nëse se bëjmë dot. Jo, kjo është pyetja, nëse mukja do quhesh, okay, çfarë do ndodhte me Shqipërinë? Balli, po padyshim, sepse do vijej në rrezik e gjithë në konferencën e paqes, pra nëse në Paris. Po? Pavarësisht se shqiptarët luftuan fort kundër pushtuesve, përsëri pati një udhë shumë të vështirë për të rifituar pavarësinë kombëtare. Nëse nuk do ishte luftuar, kjo udhë nëse do funksiononte kjo marrëveshje, po si do funksiononte kur I kishin dhënë disa herë garanci konsullit gjerman që ne nuk luftojmë kundër gjermanëve. Keni, je duke thënë që nëse jam duke folur për një lojë politike shumë të hollë të je duke thënë që nëse do funksiononte, do vjen zbatim marrëveshja e mukjes, rezistenca do ulej, padyshim. Dhe ne rrezikonim pavarësinë në konferencën e paqes? Është rrjedhim I Po mund të më thuash këto me fjalinë se po I them unë. Është rrjedhim I pa diskutueshëm. Sepse u luftua shumë mezi u njoh Shqipëria, fillimisht si fuqi mike kështu me radhë. Nëse do ta kishim më të ulët rezistencë, më të ulët, do kishte patur probleme shumë. Marrëveshja e mukjes mund kishte shkuar në një drejtim shumë të kundër interesit. Do të bëri mirë Enver Hoxha që janë. Po jo, më nuk mund ta them mirë keq, se jemi te në set. Por unë jam duke folur Po Enver Hoxha hodhi poshtë. Enver Hoxha hodhi poshtë sepse mënyra si u zhvillua mukja ishte që ti ke organizuar deri tani luftën me program politik, ke vajtur në pezë, ke krijuar Frontin Nacional Shqiptar, ke krijuar Ushtrinë Nacionale Shqiptare, tani që po kapitullon Italia, vjen një forcë tjetër politike, thotë shiko, hajde bëjmë dakord se do ta marrun drejtimin e luftës, edhe do vazhdojmë bashkë. Po pse I çova ti pasaj tjetër? Po çai çova ti? Që balli kombëtar I bashkoi Frontit Nacional. Kjo është tani. Si sforcim ka këtu, Nuk ka sforcim fare. Do të lexoj një citat. I marrim me radhë. Po, do të lexoj një citat të Nikola Panos, historian shqiptar amerikan. Lexoje. Enver Hoxha. Si? E kam përdorur si referencë. E ke referencë? Është. Në studimin që ke botuar në Beograd. Është. Enver Hoxha dhe Komiteti Qendror I Partisë Komuniste të Shqipërisë ishin të gatshëm të pranonin marrëveshjen, por u pengua nga Svetozar Vukmanović Tempo, ambasadori I shëtitës I Titos në Ballkan, I cili kishte rastisur gjatë kësaj periudhe në Shqipëri. Po. Tani dalim në gjithë mendje? Nuk shkoj sepse nuk është kusht. Nuk është arsye themelore, nuk e përjashtoj, sepse e thash që në fillim, Partisë Komuniste Jugoslave nuk I interesonte çështja e Kosovës dhe bashkimi, por to e mbante për vete, sigurisht, sikur se ndodhi. Por, marrin vendimet me radhë, aty u fol edhe për kartën e Atlantikut. Tani, përderisa u fol për kartën e Atlantikut, duhet sqaruar cili që debati kryesor në Tapiz, takimin e parë, balli kombëtar thoshte bashkimin me Kosovën që gjatë luftës. Ndërkohë që Karta e Atlantikut nuk njihte asnjë bashkim zgjerim territoresh gjatë luftës, por mbas luftës me parimin e vetëvendosjes. Po ne ishim të bashkuar gjatë luftës. Po nëse unë nuk e quaj bashkim, sepse gjithë bota pushtohej, shqiptarë zgjeroheshin. Shtoheshin, nuk shkon logjika. Më ka thënë Alikelcyra ata. Po Alikelcyra tha, jo, ja ka thënë. Po ju tha po bëni koloni të madhe tha. Ju nuk po bëni Shqipërinë e madhe. Koloni padyshim. Po ka thënë Alikelcyra këtë. Tani unë po të them që
karta e nacionalizmit, Po? apo themi e diskutimit etnik, Po? ishte ndër kartat më të forta që balli kombëtar përdori jo vetëm në Mukje, po gjatë gjithë ekzistencës së tij, gjatë gjithë luftës dhe pas luftës po desha. Sepse me bashkimin etnik sigurisht realizoi një aspiratë shumë e madhe popullit shqiptar dhe menduan se do të ndiqeshin, pra do ta përdornin këtë gjë dhe do kishin pasues më shumë. Dhe ashtu ishte, ose duhet ishte. Problemi fillon në momentin që bashkëpunohet me pushtuesin, njihen bashkime shtedërore, pra zgjerimi i Shqipërisë brenda në kuadrin e çizmes italiane më pas gjermane, ndërkohë që Karta e Atlantikut këtë gjë hidhet të parën poshtë. Pra, bie dakord nga dy palët që do zbatojnë parimet e Kartës Atlantikut, ndërkohë që jepet si arsye kryesore Kosova për prishjen e Mukjes. Atëherë nuk shkon logjika. Pra, o do jesh do i qëndrosh linjës që mbas lufte ky parim do përcaktoj dhe për shqiptarët të ardhmen e tyre, ose nuk do e shkruash fare. E thënë Troç është një formulim politik por hipokrit. Sepse nuk e mendon dot që ata mos ta dinte Mitat Frashëri se si shkonte rruga e bashkimit dhe çfarë rrugë duhet ndiqte Shqipëria për të bashkuar. 12-ën e kishte përjetuar, 13-ën këtu konferencë të ambasadorëve në Londër, 20 apo ashtu, pra unë nuk flas dhe askush si profesionist nuk flet vendimet mira, mirë, keq. Por Bernd Fischer, qëndrimi i Enver Hoxhës për marrëveshjen e Mukjes, i leverdiste ballit kombëtar dhe veç kësaj i silte edhe një farë kapitali politik. Fundja e ballit kombëtar nuk mund të mbajë kështu përgjegjës për prishjen e marrëveshjes. Po sigurisht, unë sapo e thash, është një mjeshtëri që ka pranuar dhe vetë Enver Hoxha me shok, është një mjeshtëri e veprimit dhe mendimit politik të nacionalistëve shqiptar të ballit kombëtar në këtë konferencë. Padyshim, dhe po ashtu e lën hapur dhe shteku që nëse kjo që do prishej, atëherë e prishën